Mirë, rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit. Kemi edhe disa pamje nga Vau i Dedës që na i ka sjellë Armiri me ndihmën e regjisë. Shohim dhe ato pamjet e përmbytjes në lagje kësaj radhe, jo në ku jemi këtu Armir, në qendër të qytetit të Laçit. Të Laçit dhe jo jemi larg Vau të Dedës. Pra, po gjithsesi kjo është situata edhe në Laç, ndërsa në Gjirokastër më thonë ka patur probleme, madje një i ri 23 vjeçar është shpëtuar nga mbytja në bllokun e furrave në lagjen punëtor, ajo që tha Meçaj që është e rrezikshme në këtë kohë, në këto minuta të ketë qytetar në lagjet e Gjirokastrës, ndërkohë që i riu është nxjerrë nga punonësit zjarfikës, të cilët e kanë shpëtuar pikërisht nga rrjedha e rrëmbyeshme e ujit. Kjo ka qenë situata në Gjirokastër vërtet problematike dhe njerë këto pamje që përkasin pikërisht qytetit të Gjirokastrës. Rreshtet janë intensive, po shpresojmë që të ketë një stopim të rreshjeve në këto momente. Pra, pasi edhe Gjirokastra paraqitet me probleme. Armir, po thoje diçka për basenet e hidrocentraleve. Po, kthehemi edhe njerë, ju lutem regjia me pamjet e Komanit. Nëse kuptuat edhe ministri ishte mjaft i kujdesshëm teksa foli për situatën në kaskadën e Drinit, në fakt situata serioze mbetet të fakti që gjatë 24 orëve në vim ne presim rreshje intensive, shirash në të gjithë territorin që përfshin kaskadën dhe pastaj gjatë të ejtës mesatarja dikun të 30 deri në 40 cm rreshje bore. Çfarë kjo do ta nxirrte situatën realisht të edhe rreshje bore parashikohen atë zonë. Gjatë ejtës parashikohen 30 deri në 40 cm, ku nëse nuk do të kemi ngrica pas borës, shkrirja menjëhershme e rreshjeve të borës do të sillte pastaj një situatë që ende nuk dim se si mund të menaxhohet për shkak edhe të faktit rritjes së fierzës me 3 metër vetëm në 24 orë dhe rritjes së prurjeve nga 500 deri në 2200 me tendencë për të arritur në 3000 mbi 3000. Pra duhet të shikuar vetëm kjo pjesë është pjesa serioze e asaj çfarë mund të ketë në basene. Por deri tani në fakt edhe sipas asaj çfarë thon specialistët është një situatë e qëndrueshme sa i përket këtyre shkarkimeve, duke planifikuar sepse ne duhet llogarisim. Jo, mua më bëri përshtypje fakt më shqetësuar duke i ministri se sa keshin në njoftimet që ka dhënë. Kjo e keshit mu duk si diçka rutinë, por ministri me drejt ishte shumë i vëmendshëm, i kujdesshëm, por ama do ta po e shohim me shumë seriozitet situatën. Situatës së parashikimeve meteorologjike. Kurse keshi ka bërë vetëm një njoftim të thatë, thua sikur. Në fakt, sepse viteve të kaluara ne që jemi marrë me ndjekjen e situatave në kaskad, korporata elektroenergjetike ka qenë shumë transparente, ka pasur njoftime mbi prurjet, shkarkimet dhe menaxhimin periodikisht gjatë ditës, ndërsa sot ne, tani po e shikoja, është vetëm një njoftim në orën 10 pas disa pamjeve që ministri Rama, dhe edhe pse kemi ndryshime të her pas hershme të situatës, edhe pse kemi raportim në krye të çdo ore nga hidrocentralet, korporata nuk ka asnjë njoftim dhe kanë mbetur. Jo, shumë interesante. Armir, se ti më dhe të dhënat e fundit, ti i merr direkt nga hidrocentralet të dhënat? Ne na ndihmojnë specialistët sepse drejtues. E kuptova. Pra nga ora 10 e paraditës deri tani në këto orë s'ka asnjë njoftim nga keshi. Asnjë njoftim edhe pse kemi një ndryshim. As nuk e dim zyrtarisht nëse janë ulur prurjet, nëse janë rritur prurjet, nëse kemi ulje të shkarkimeve, nëse kemi rritje të shkarkimeve, se si po menaxhohet, se si është prishmëria në vijim, do me thonë nuk i vetmi njoftim, një njoftim me 4 rrjeshta. Ne kemi parë, po. Do me thonë ndryshe nga sa ka ndodhur vitet e tjera, korporata elektroenergjetike shqiptare gjatë ditës sotme nuk kam arritur. Nuk ekziston, kjo është e vërtet. Shpresojmë pak të duke dëgjuar këtë